Pyete Arsimin, a ka luftu për Kosovën apo për Shqipërinë? Unë kom luftu për Kosovën edhe për shqiptarët. Se në atë kohë kom bashkimi kombëtar dhe betimi ka qenë për bashkimin kombëtar thuj zotnis, faleminderit për pyetjen. Po. Thuj, na kur jemi hin luftë, jemi hin luftë për mishliru të rreth shqiptare. Nuk ka hin luftë për mohadhen e muhaxhirëve. Jo, unë jemi hin luftë për mishliru vendin tim, për kombin, se Kosova ka luftu, shqiptarët kanë luftu. S'ka posa aty as fe, as këmbë, as këtë bashkë na kon. Dallojnë gjona thuj. Unë jemi luftu për Kosovën. Se bën me dhon në televizionin ku punoi TV Arbëria, vetë drejtori i korporatës Kurriziu, qëndrimi, ka një material të jashtëzakonshëm arkivor për, po ta them sinqerisht, për luftën e OÇK-s dhe besoni çdo ditë gjithçka bën edhe kontribon që me u mirëmbajt ajo pjesë historisë, edhe që ajo pjesë historisë mu transformu të gjeneratat e reja me shërbyer si frymëzim për atë dhe dashuri. Çka i konë gjendje njerëz me po, edhe çdo ditë, jo që për përmeni për nevojë, oportuniteti shefin tem, se e din gjithë, po është patrioti jashtëzakonshëm qëndrimi, jo që për përmeni këtu, po insiston gjithmonë me mirëmbajtje atë histori, me valorizu edhe me kthy në vlerë kombëtare të çdo koshme në transmetim. Lorik, të lutem, shiko, unë jam për krahas, Kemi probleme regjia apo çfarë? Absolut nuk jam se po ka mundësi që kështë ndërpërja, po vishima, absolut nuk po thomë, unë do të me zhbu Kosovën e mi bashkan gjithë Shqipërisë, absolut jo. A më dëgjoni?